Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë muaji për shenjën tuaj. Do bëjmë parashikimin e muajit korik. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që do na vi për shenjën tuaj. Këtë video mund të ndjekin dhe gjitha ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë në fillim të javës së parë, ju shoh që keni marrë eksperienca si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Do tregojeni më të prerë, do merrni vendime të rëndësishme. Dhe shoh që do keni një fillim të ri për pjesën e beqarëve, është një person që ka emocione, ka ndjenja në lidhje me ju dhe ju do të jepni zgjidhje në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që mund të kanë lidhje me punën, mund të kenë lidhje me zyrat, me institucionet, por ndërkohë ju shoh që do merrni vendime gjatë fillimit të muajit, do keni lajme të mira dhe shoh që do të jepni zgjidhje diçkaje në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me projektet, me bashkëpunime të ndryshme që do keni gjatë javës së parë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni lidhje dhe me drejtësinë. Dhe shoh që sigur do vini një drejtësi. Ose ju mund të keni lidhje me gjykatat, me prokurorit, disa mund të kenë pas edhe disa tensione dhe shoh që ju do vini një drejtësi deri në fund të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë shoh që do merrni disa para, do arrini të stabilizoni anën tuaj emocionale, anën tuaj ekonomike, do stabilizoni punën tuaj dhe shoh që ju do bëni një fillim të ri. Mund të jetë një njohje e re, që mund të jetë edhe në javën e parë dhe në javën e dytë. Mund të jetë edhe një punë e re, një projekt i ri, një bashkëpunim i ri. Gjithsesi ju shoh që mendoni shumë në lidhje me anën tuaj ekonomike. Një pjesë prej jush mund të keni blerje me një shtëpi, blerje me një makine, por mund të jetë dhe një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Ose ju mund të bëni një investim në shtëpinë tuaj, mund të merrni një trashëgimi. Dhe shoh që në fund të kësaj jave ju do ndiheni në dilema. Nuk e di, por do ndiheni pak konfuz në lidhje me një shitje. Mund të keni shitje, mund të keni blerje, sepse ju shoh që do jeni në një situatë të tillë gjatë javës së dytë. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që stabilizojnë anën emocionale, që bëjnë një fillim të ri, ju ndoshta do hyni në një njohje ose në një lidhje, por në fund të javës ju shoh që ndiheni pak konfuz në lidhje me këtë person. Gjithsesi, edhe javë e dytë është një javë ku do t'ju sjellë edhe të ardhurat të mira, do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ndërkohë, mund të jeni duke menduar dhe për të investuar diku, por ju shoh që do ndiheni në dilema në lidhje me një lloj investimi që dëshironi të bëni gjatë javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që ju do keni një komunikim shumë të shpeshtë nëpërmjet rrjeteve sociale. Nuk e di, por ndiheni të sakrifikuar me një person që ju flisni ose komunikoni në rrjetet sociale. Shoh që sepse jeni te energjia juaj dhe nuk tham energjit, kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit, energjia e shenjës së peshores, energji toke, energji ajri, energjitë shenjave të zjarit, energjia juaj dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri. Në javën e tretë ju shoh që jeni në komunikim, ndoshta do komunikoni shumë në rrjetet sociale, në lidhje me një person. Shoh që ju digjeni për këtë person, ndiheni të sakrifikuar, do jeni duke
duke analizuar emocionet tuaja rreth kësaj njofje ose rreth një njofje lidhje që keni nëpërmjet dhe jeni duke komunikuar gjatë kësaj jave dhe ju shoh që do merrni një vendim, por vendim bazuar në logjik, jo në emocione. Gjithsesi, në lidhje shoh për një pjesë tjetër, ju do lini mbrapa problemet që mund të keni pas në të kaluarën, do tregojeni shumë të kujdesshëm në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me marrëdhëniet tuaja, me njofjet, lidhjet, dhe do mundoheni të keni një komunikim sa më të mirë. Gjithsesi, nuk e di pse ndjeni veten të sakrifikuar sepse jeni te energjia juaj dhe jeni duke analizuar vështirësitë që keni pasur, emocionet tuaja në lidhje me gjithçka, në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, dhe ju shoh që do merrni vendime të prera. Këto vendime mund të jenë edhe në lidhje me një projekt që keni. Disa prej jush mund të keni udhëtime, do merrni lajme të mira gjatë javës së tretë, ndoshta ju dëshironi të shkoni me pushime sepse jemi në muajt e verës, por shoh që dëshironi të lini një lodhje të gjatë mbrapa për të pushuar, për të qenë më të qetë me veten tuaj. Një pjesë prej jush mund të kenë të bëjnë me institucionet shtetërore, mund të jenë syra, mund të jenë dokumenta të ndryshme, dhe ju shoh që ndoshta ju jeni sakrifikuar shumë edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Disa prej jush mund të jenë, do keni një komunikim të mirë gjatë javës së tretë, por ndërkohë mund të aplikoni nëpërmjet online, me email ose diçka tjetër për një vend pune ose për të shkuar diku. Mund të shkoni jashtë shtetit, ndoshta edhe me pushime. Jeni duke kërkuar në internet, ndoshta në lidhje me vendet ku ju do shkoni, ndërsa për pjesën tjetër ju mund të aplikoni për një vend pune nëpërmjet internetit. Dhe shoh që do keni udhëtime, do merrni lajme të shpejta dhe do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet që ju do merrni. Gjithsesi është një javë mirë, nuk mund të them se është javë keqe. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4, gjithë ata që do komunikojnë nëpërmjet rrjeteve sociale në javën e 3, shoh që ju do bëni një fillim të ri me këtë person. Por keni fillime të reja gjatë gjithë muajit, keni në javën e parë, në javën e dytë, në javën e tretë je keni më tepër nëpërmjet rrjeteve sociale, por ndërkohë ju shoh që do investoni te personat që do futeni në njofje. Për të bërë këtë fillim të ri. Dhe për pjesën tjetër, do jeni duke investuar ndoshta te puna juaj, në një aktivitet që ju mund të keni. Mund të jeni duke investuar në shtëpinë tuaj, ose te fëmijët tuaj. Dhe shoh që do ketë edhe ose lindje fëmijësh, ose mund të ketë edhe ju mund të jeni duke u trajtuar në lidhje me një shtatzani. Gjithsesi, sepse jemi në muajin e Gafores, Gaforia është shenja e shtëpisë, e familjes tanë, dhe ka lidhje shumë me shtëpinë, me familjen, me dashurinë, por edhe me punën. Gjithsesi, disa prej jush mund të jetë një person te vendi punës që ju admiron, ju pëlqen, tërhiqet nga ju dhe shoh që ju do investoni te ky person. Ose më falni, personi do investoj tek ju se ju do tregoni të mbyllur në lidhje me një person që do t'ju ofrohet. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, do investoni në marrëdhëniet tuaja, te fëmijët tuaj. Ndoshta do shtoni, mund të bëni dhe një punë të dytë për të shtuar të ardhurat tuaja. Dhe ju shoh që në mesin e javës, edhe pse ju mund të filloni një punë, do jenë të ardhurat vogla, do t'ju admirojnë te vendi punës, por gjithsesi ju shoh pak të pakënaqur dhe shoh që është një lloj karme në lidhje me këtë. Por në fund të javës ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Shoh që ju ka munguar dashuria, një dashuri ose një person në fund të muajit. Për pjesën tjetër mund t'ju ketë munguar ana ekonomike, mund të ndjeni të lodhur gjatë fundit të muajit në lidhje me disa situata që mund të keni pasur ose që do keni, por ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, një pjesë prej jush dëshironi të investoni diku, një pjesë tjetër mund të heqin edhe disa kursime, ose ju mendoni për të investuar në lidhje me pushimet tuaja.
Gjithsesi, është një muaj i mirë edhe për shenjën tuaj, ju shoh me vendime bazuar në logjik, lajme të mira, zgjidhje të situatave të ndryshme që keni, marrje të konsiderueshme parash që do jenë gati në javën e 2 dhe në javën e 4, ndërsa për pjesën tjetër do keni blerje të ndryshme, ose ju mund të keni të bëni dhe me trashëgimi gjatë kësaj periudhe. Të merrni shumë parash nga trashëgimi që mund të keni. Ju shoh që do keni komunikime nëpërmjet rrjeteve sociale, njohje të reja shoh shumë gjatë këtij muaji në lidhje me ju, por nuk e di pse ju ndiheni të sakrifikuar në lidhje me emocionet tuaja. Dhe do jeni duke analizuar emocionet dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me njohjet që do keni. Shoh udhëtime, lajme shumë të mira dhe ju do veproni shumë shpejt në momentin që të merrni lajmet dhe shoh përsëri marrje parash. Fillime të reja, mund të jetë shtatzani, mund të jetë një punë e dytë, do investoni diku te fëmijët tuaj, te shtëpia juaj, ose ju investoni për pushimet tuaja. Është një muaj fantastik. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Dhe mesazhi ra vet, mua më duhet ta marr. Dhe ju thot, gjërat do zhvillohen shumë shpejt, ju thot. Lëreni kohën dhe kujdesuni që të merrni ato të jepni zgjidhjet e duhura dhe të bëni zgjedhjet e duhura, thot. Nëse ju dëshironi të futeni në një njohje, atëherë do veproni shumë shpejt. Dhe unë shoh edhe këtu që do veproni shpejt. Në lidhje me një person, me një njohje, thjesht lëreni kohën të kujdeset, të nxirrni ato rezultatet, si thonë, ndoshta për të analizuar këtë person që do futeni në njohje dhe për të bërë zgjedhjen tuaj. Dhe kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Por thotë që duhet të bëni një zgjedhje diplomatike, ose një zgjedhje diplomatike më tepër. Gjithsesi ju shoh në lëvizje, ju shoh në udhëtime të gjithëve, do jeni të mbështetur nga angjëjt, nga angjëlli juaj mbrojtës, do jeni idealist gjatë këtij muaji, por do jeni dhe më të çlodhur. Nuk do jeni të lodhur, nuk do ndjeni shumë të lodhur, por do merrni dhe vendime të fuqishme ose të forta gjatë këtij muaji, që mund të kenë lidhje me dashurinë, me punën ose nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju uroj një muaj të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.